fundit të projektit të fundit, kënga titullohet Babë dhe Nënë, Babë e Nënë. Është një këngë që është pëlqy shumë, vazhdo me pëlqy. I kam përgjell me qëllim këtë foton e parë, sepse edhe gjatë xhirimit të videoklipit është një ndjenjë e papërshkrueshme për prind. Okej. Edhe kënga, sa është emocionuese, është edhe një mesazh si më thonë, një mesazh lumturie. Okej, ama sa do që na e përshkruan ti, unë e Zojat nuk muj me akceptu pa na e kënu qëtë pjesë, se përthu është emocionale. Hajtë na e kënu pak pse është emocionale, ta ndjem drejt për drejt tekstin dhe mesazhin. Zot qyqyr që na gëzon hala, me babë e nënë, për çdo ditë uj pa, erën tu javni, tu i përqaf andar. Babë e nënë, lumë kur shika gjallë, e nuk flen, pa i puth me balë, se vjen një dit, i kujtoj me malë. Ku ka si baba e nana, oh janë si djeli e hana, për shpirt janë vet ilaçi, veç mi pa zemrën ta knaqi. Okej, faleminderit. Që është emocionale për ty, ke prindrit me jetë? Jo, pikërisht kjo më ka emocionu shumë kënga, kjo më ka bo me pranu, me kënu me shumë dëshirë këtë këngë, sepse baba nuk e kam tash e 4 vite në jetë, edhe pjesa ku thuhet baba në lumë kë shiko gjallë, nuk flem pa i puth në balë, se vjen një ditë dhe kujtoj me malë, kjo është e katë Emocionin e vetë, po. Kështu që ti dujmë, ti respektojmë, ti shmojmë sa i kemë, sepse si thuhet në tekst, vjen një ditë dhe kujtoj me malë. Faleminderit shumë. Do të kemi pa disa foto i kemi Gilin. Po. Çfarë ju lidh juve? Me Gilin ka shumë vite që punojnë bashkë në për agjenxhe të ndryshme, ndasma, ka ndodhe në mbrëmje ndryshme, po kryesisht ndasma. Është një periudhë shumë e bukur për sa kem punu, sepse gjithmonë kena kalu për mrekulli me Gilin bashkë me Ilirin, sepse kem pjesë të, si më thonë, të ekipes çdo herë. Është edhe njëri ndër tekstshkruesit e disa këngëve të mia. Kështu që